FB TV. Përshëndetje, miqt e mi. Unë jam 28 vjeç dhe kam një histori që ndoshta shumë njerëz e kanë kaluar në përmend, por pakosh e përjeton në realitet. Bëhet fjalë për një nga shoqet e ngushta të nënës sime. Ajo ka qenë gjithmonë një grua e veçantë, ndryshe nga gratë e tjera të asaj moshe. Ajo ishte e pavarur. Nuk I jepte llogari askujt për jetën e saj. Dhe njihej si një tep me shpirt të lirë. Kishte një sallon bukurie aty afër nesh. Punonte shumë dhe e mbante veten në një formë të shkëlqyer. Që kur isha më I ri, mbaj mend që sa herë vinte për kafe tek nëna, ajo gjithmonë gjente raste të më ngacmante. Unë atëherë isha një djalë I ndrojtur. Ajo më fliste me shaka, më pyeste a kisha të dashur dhe më thashte: mos u bëj kaq I turpshëm. Djemt e heshtur nuk fitojnë asgjë në jetë. Unë, nga ana ime, nuk e kuptoja mirë atë lloj loje dhe kisha shumë siklet. Bëja çmos që të mos mbetesha asnjëherë I vetëm në të njëjtën dhomë me të. Sa po shihja nënën që shkonte në kuzhinë, gjeja një justifikim dhe delja jashtë. Vitet kaluan. Unë tani jam 28 vjeç, ende I pamartuar. Edhe ajo vazhdon jetën e saj, e pamartuar po ashtu. Prej disa kohësh, me që salloni I saj është shumë pranish, ajo vjen shpesh dhe flen tek ne, kur ka ditë të ngarkuara, me punë, ose kur mbaron shumë vonë. Deri para disa ditësh, nuk ishte qelluar asnjëherë që ne të dy të ishim vetëm në shtëpi. Gjithmonë ishte babai, nëna ose motra ime aty rrotull. Një ditë qelloi të isha pushim nga puna. E gjithë familja ishte larguar që herët në mëngjes për në punët e tyre. Ndërsa unë po e shfrytëzoja mëngjesin për të fjetur gjatë. Shtëpia ishte në qetësi absolute. Unë isha thellë në gjumë. Në një moment, dëgjova derën e dhomës sime të hapej lehtë. Pa e hapur fare syrin. Mendova se ishte nëna ime, që ishte kthyer për të marrë diçka që kishte harruar. Nuk u ngrita dhe nuk fola asnjë fjalë. Kur hapa syt pas pak, pa shoqen e nënës që qëndronte tek pragu I derës. Kishte një filxhan kafe në dorë dhe ishte veshur me rrobat e saja të zakonshme të punës, gati për të shkuar në sallon. Mënyra se si qëndronte e mbështetur te korniza e derës. Kishte diçka ndryshe nga herët e tjera. Pas kaq vitesh, më në fund, qenë kemi vetëm në shtëpi, më tha ajo drejt për drejt. Unë ngrita pak në bërryla I habitur. Kisha menduar gjithmonë që ngacmimet e saj ndër vite kishin qenë thjesht batuta për të kaluar radhën. O mundova ta mbaja situatën të ftohtë.
pa treguar që u vura në siklet. Kam fjetur vonë mbrëm, I thash me një zë normal. Më lër të pushoj edhe pak, se sot jam pushem. Ajo qeshi lehtë dhe nuk u largua. Eci nga dal drejt krevatit tem. La filxhanin e kafes mbi komodinën e vogël, pran meje, dhe ol në cep të shtratit. Nuk bëri as një veprim të tepruar. Gjithaj siklet që kesha kur isha më I vogël, tani u kthye në një lloj tensioni krejtësisht tjetër. Pavarësisht diferencës në moshë, prania e saj dhe trupi I saj po më tërheqnin shumë. Unë nuk fola më as edhe një fjalë, dhe nuk u mundova as ta largoja. Ajo ngriti dorën, më kaloi gishtat përmes flokëve, ashtu me atë shkathësinë e saj prej frizereje dhe u përkol para meje. Më puthi. Nuk ishte një puthje miqësore. Ishte një puthje e plotë dhe e gjatë që fshiu çdo lloj barriere apo distance që kishim mbajtur gjatë gjithë atyre viteve. Unë u dorëzova, e kapa dhe ofrova më shumë drejt vetes. Mendoja se kjo ditë pushimi po merrte një kahje tjetër dhe gjithçka do të ndodhte aty. Por feks, kur situata apo nxehej, unë u bëra gati ta tërheqja drejt vetes plotësisht, por ajo u shkëput qetësisht. U ngrit në këmbë dhe më dha një goditje të lehtë miqësore në supe. E po, më tha ajo duke qeshur, më në fund u binda që qenë rritur vërtet. Unë beta pa fjalë. Ajo mori çantën e saj nga karrigeja, doli nga dhoma dhe pa e kthyer kokën më tha, nga korridori, po iki se kam një kliente për boj që po më pret. Pije kafën se mos ftohet. Zhurma e derës kryesore që u mbyll pas pak sekondash, më la atë, të ulur në cep të krevatit. Plotësisht të konfuzuar, duke kuptuar që ajo thjesht kishte luajtur lojën e saj. Kishte bërë atë që donte. Dhe kishte ikur, duke më lënë një mesazh që të presja për herën tjetër. Nëse doni ta dini çfarë ndodhi pastaj, bëjeni videon like.